Një pasdite e qetë, një 8 vjeçar praprit mas u zhduk, duke lënë komunitetin të dëshpëruar për përgjigje. Megjithatë, 7 muaj më vonë një alpinist hasi në diçka të paimagjinueshme, një zbulim trodnitës që do të ndryshonte gjithçka rreth rastit. Mami, a mund të shkoj vetëm këtë herë të lutem? Zëri i Vicky Lynn Hoskinson ishte plot entuziazëm, ndërsa mbante kartolinë roz të ditëlindjes në duart e saj të vogla. Sytë e saj të kaltër të ndritshëm ishin plot shpresë. Nëna e saj, Debbie Carlson, hezitoi. Kjo ishte hera e parë që do të linte Vikin të shkonte diku vetëm. Ajo gjithmonë kishte ndjekur sistemin e shoqërimit për siguri, por sot Viki ishte këmbgulse. Do të shkoj drejt atje dhe do të kthehem, të premtoi. Pas një pauze të shkurtër, Debbie tundi kokën duke buzëqeshur. Ishte vetëm një udhëtim i shkurtër deri te kutia postare. Çfarë mund të shkonte keq? Viki mori biçikletën e saj roz, flokët e saj bjonde kapën dritën e diellit, ndërsa pendalonte larg. Minutat u bën 20. Debbie hodhi një vështrim në orë, duke pritur të dëgjonte derën të hapet çdo çast, por shtëpia mbeti e heshtur. Një ndjenjë nervozizmi i zuri stomakun. Stefani, shko kontrollo motrën tënde. 11 vjeçaria Stefani doli me nxitim jashtë. Pak çaste më vonë ajo u kthye duke vrapuar. Fytyra e saj ishte zbetë si çarçaf. Mami, biçikleta e Vikit është thjesht atje pranë rrugës, ajo është zhdukur. Zemra e Debbie të ra. Menjëherë vrapoi në vendin që Stefani përshkroi. Biçikleta roz qëndronte braktisur pranë një trotuari, një blok larg shkollës së Vikit. Kutia postare ku ajo kishte shkuar qëndronte pa prekur. Duart i dridheshin ndërsa kapi biçikletën dhe e tërhoqi në shtëpi. Telefonoi 911-ën. Brenda një ore, detektivi Gary Damers mbërriti duke ngritur një qendër komandimi ndërsa policia pyeste fshinjët. Informacione shqetësuese filluan të mbërrijnë. Një grup fëmijësh raportuan se kishin parë një burr të çuditshëm në një makinë me ngjyrë të errët pranë shkollës. Një vajzë e re tha se ai i kishte bërë një gest të turpshëm ndërsa kalonte me makinë. Një fëmijë tjetër kujtoi se kishte parë makinën duke u tërhequr mbrapsht në një shtyll telefoni. Një trajner lokal, Sam Hall, i cili kishte qenë duke mbikëqyrur fëmijët jashtë, përmendi diçka tronditse. Ai kishte vërejtur një automjet të dyshim të parkuar në një rrugicë pranë shkollës më herët atë ditë. Shoferi kishte bërë gjeste të çuditshme duke përpjekur me marshin manual. Hall kishte një ndjenjë se diçka nuk shkonte dhe shpejt memorizoi numrin e targës. Orë më vonë, ndërsa komuniteti kërkonte me ngut, Hall dha numrin e targës hetuesve. Targa çojti një burr nga Los Angeles, Frank Jarvis Atwood. Ndërsa në ata ra, qyteti Tucsonit u kaplua nga një e vërtet e padurueshme. Vicky Hoskinson ishte zhdukur dhe ky burr misterioz mund ta kishte marrë atë. FBI me njëherë kreu një kontroll të historiku të Atwood. Rezultatet ishin të tmerrshme. Atwood, 28 vjeç, ishte një dhunues fëmijësh i dënuar me një reputacion të tmerrshëm. Ai kishte qenë me lirim me kusht në kohën e zhdukjes së Vikit. Me urgjencë policia mbërriti në adresën e listuar të Atwoodit, shtëpinë e prindërve të tij. Nëna e tij, mbrojtëse ndaj djalit të saj, refuzoi të besonte se ai mund të ishte i përfshirë, por babai i tij, një general në pension i ushtrisë, duke i shqetësuar. Pak orë më vonë, Atwood telefonoi në shtëpi duke pretenduar se makina e tij kishte pësuar defekt në Texas dhe i duheshin para për riparime. Nëna e tij padyshime shkroi adresën. Babai i Atwood fshehur as i mbajti shënimin dhe pastaj shkoi te një telefon publik dhe telefonoi FBI-n. Më 20 shtator 1983, 3 ditë pas zhdukjes së Vikit, agjentët e FBI sulmuan një dyqan mekanik në Kerrville, Texas. Atwood dhe shoku i tij udhëtimit, James McDonald, u arrestuan në vend. Gjatë marrjes në pyetje, Atwood ishte çuditërisht i qetë. Ai pranoi se kishte qenë në lagjen e Vikit më 17 shtator, por mohoi çdo përfshirje në zhdukjen e saj. McDonald megjithatë dha një deklaratë shqetësuese për hetuesit. Ditën kur Viki u zhduk, Atwood kishte munguar për 2 orë dhe u kthye me njolla gjaku në duar dhe rroba. Ai pretendoi se kishte luftuar me një tregtar droge dhe kishte therrur atë. Hetuesit gërmuan më thellë. 2 burra në një park rulot tashmë vonë dolën përpara duke thënë se Atwood kishte qëndruar me ta. Njëri prej tyre me nofkën qeni të çmendur raportoi se Atwood kishte gjak në rroba dhe duar atë ditë, duke konfirmuar kujtimin e McDonaldit për ngjarjen. Megjithatë, nuk kishte prova fizike që lidhnin Atwood me Vikin.
Pastaj doli një pistë tjetër. Një dëshmitar kujtoi se kishte parë një vajzë të re që i ngjante Vikit në një dyqan, e shoqëruar nga një grua e rritur. U krijua një skice përbërë dhe u shpërnda, por një çast të shkurtër shpresa u ndez. A mund të ishte Viki ende gjallë? Por shpejt autoritetet të përjashtuan pamjen si të palidhur. Pa një trup ose provë direkt, ata nuk mund të akuzonin Edudin. Tucson u hodh në trazira. Njerëzit kishin frikë për fëmijët e tyre, prindrit mbanin fëmijët më afër dhe Debbie Carlson refuzoi të ishte dorë nga shpresa. Ndërkohë Etud priste gjyqin në heshtje. Të kalonin 7 muaj para se e vërteta të dilte në dritë, dhe kur ndodhi, zbulimi ishte i paimagjinueshëm. Ditët pas arrestimit të Edud ishin të mbushura me frustrim, konfuzion dhe një ndjenjë dërmuese pa fuqie. Vicky Hoskinson ende mungonte. Pavarësisht kërkimeve të gjëras, një provë fizike dhe nuk e vendosa atë brenda automjetit të Edud. Pa një rrëfim, kishte pak më shumë se prova rrethanore që e lidhin atë me krimin. Komuniteti ishte i trazuar. Vullnetarët kryen shkretëtirën e Tucsonit, trokitën në derë, bën pyetje. Policia ndoqi çdo picë, çdo informacion, por asnjë nuk çoi te Viki. Jeta e Debbie Carlson u coptua në një cikël të pafund pritje. Refuzoi të besonte se vajza e saj ishte zhdukur. I duhej provë. Një muaj pas zhdukjes së Vikit, Edud u ekstradua nga Texasi në Arizona. Më 3 dhjetor 1984, ai u deklarua jo fajtor për akuzën e rrëmbimit. Pa trup, nuk ishte akuzë për vrasje. Megjithatë, hetuesit refuzuan të tërhiqeshin. Detektivët rishqyrtuan zonën ku u gjet biçikleta e Vikit. Një përparim vendimtar erdhi nga ekspertët e rindërtimit të aksidenteve. Ata zbuluan bujë roz që përputhej me biçikletën e Vikit në parakolpin e përparëm të makinës së Edud, dhe më dënuese, gjurmë të pllakëzimit me nikel nga parakolpi i Edudit u gjetën në pedalin e biçikletës së Vikit. Hetuesit besonin se provat tregonin këtë. Edud kishte goditur biçikletën e Vikit me shpejtësitë e ulët, me gjas duke detyruar të zbriste për saj para se ta rrëmbente. Por provat e bojës vetëm nuk mjaftonin për një dënim për vrasje. Ndërsa javët u bën muaj, shpresa u zbe. Tash e themet u përhapën. A kishte fshehur Edud Vikin diku? A i kishte dhënë atë? A mund të ishte ende gjallë? Çdo ditë Debbie Carlson përjetonte herën e fundit që pa vajzën e saj. Nuk duhet ta kisha lënë kurrë të shkonte vetëm, përshpëriste ajo me vete. Pendimi i saj ishte i pafund, ndërsa dimri afrohej rasti u ftohtë, dhe pastaj, më 12 prill 1985, saktësisht 7 muaj pas zhdukjes së Vikit, gjithçka ndryshoi. Shkretëtira e Arizonës ishte pamëshirshme. Nxehtësia lëkundej mbi terrenin shkëmbor dhe ajri i thatë ishte i dendur në heshtje. Një alpinist i vetmuar ecste nëpër shkretëtirën Sonoran, rreth 20 milje larg vendit ku u gjet biçikleta e Vikit. Çizmet e tij kërcisnin kundër tokës së brish, ndërsa ecste mes kaktusëve dhe shkëmbimeve të zbardhur nga dielli. Pastaj ai pa diçka të çuditshme. Në fillim duke si një shkëmb i vogël i rrumbullakët, gjysmë i varrosur në dhe, por ndërsa ju afrua, stomaku i ra. Nuk ishte shkëmb, ishte një kafk njeriu. Paniku e pushtoi atë. Fryma i ndaloi ndërsa u kthye dhe vrapoi poshtë shtegut. Duart i dridheshin ndërsa kërkonte radion e tij. Brenda pakorve, forcat e rendit u dyndën në zonë. Shkretëtira dikur e heshtur u bë një sken krimi. Ekipet e forenzikës lëviznin me kujdes duke kërkuar në terrenin e thatë. Pastaj u gjetëm në shumë kocka. Një skelet i plot, i shpërndar. Kafshët e kishin marrë atë, por nuk kishte dyshim se çfarë kishte gjetur. Kur mbetjet u sollën për ekzaminim, regjistrimet dentare konfirmuan më të keqen. Ishte Viki. Lajmi tronditi komunitetin e Tucsonit. Debbie Carlson u rrëzua kur detektivët mbërritën në shtëpinë e saj. Lotët i rritnin në fytyrë. Vajza e saj e vogël nuk do të kthehej kurrë më në shtëpi. Shkaku i vdekjes nuk mund të përcaktohej, por analiza forenzike sugjeroi se trupi i Vikut kishte qenë lënë në shkretëtir brenda 48 orëve nga rrëmbimi i saj. Për hetuesit nuk kishte më dyshim. Edud kishte vrarë Vikin. 7 muaj shpresë, kërkime dhe pyetje u shuan në një çast. Tucson qau. Për herë të parë nuk kishte më shpresë, vetëm drejtësi, dhe tani ata do të luftonin për të. Gjykata ishte mbushur, ajri ishte i rënë në pikëllim, zemërim dhe kërkesën e palëkundur për drejtësi.
Zbulimi i mbetjeve të Vikit e kishte kthyer rastin në diçka shumë të rëndë. Frank Harvey Edud nuk ishte më thjesht një i dyshuar për rrëmbim. Ai tani ishte një vrasës. Prokuroria veproi shpejt, duke akuzuar Edud për vrasje të shkallës së parë. Nëna e Vikit ul në rreshtin e parë, duart e saj ishin të shtrënguara aq forca, nyjet y zbardhën. Ajo refuzoi të shikonte burrin që i kishte marrë jetën vajzës së saj. Edud, tani 30 vjeç, nuk tregoi asnjë emocion ndërsa provat u paraqitën. Rasti i prokurorisë u ndërtua me kujdes, copë pas cope. Boja roz në parakolpin e makinës e Edud përputhej me bojën nga biçikleta e Vikit. Pllakëzimi me nikel nga parakolpi u gjet në pedalin e biçikletës së Vikit. Dëshmitarët pan makinën e Edud pranë shkollës në kohën e rrëmbimit. Alibia e Edud ishte plot vrima. Ai u zhduk për 2 orë duke u kthyer me gjak në duar. Mbrojtja luftoi fort. Ata pretenduan se provat nuk ishin të mjaftueshme për të provuar vrasjen. Ata theksuan se nuk ishte ADN, gjurmëgishta ose fije flokësh që lidhnin Vikin me makinën e Edud. Edud vetë qëndroi i ftohtë, ndërsa avokatët e tij përpiqeshin të hidhnin dyshime mbi pretendimet e prokurorisë. Por juria nuk u bind. Pika e kthesës erdhi kur analistët forenzik konfirmuan se trupi i Vikit kishte qenë lënë në shkretëtir për 48 orë nga zhdukja e saj. Kjo do të thoshte vetëm një gjë. Edud e kishte marrë atë dhe i kishte hedhur mbetjet e saj pothuajse menjëherë. Më 26 mars 1987 u lexua vendimi. Ne juria e gjejmë të pandehurin Frank Harvey Edud fajtor për vrasje të shkallës së parë. Britman mbushën gjykatën. Debbie Carlson lëshoi një klithmë të heshtur. Trupi i saj dridhe nga një përzierje lehtësimi dhe shkatërimi. Edud, ende pa shprehje, thjesht shikoi përpara. Pastaj, më 8 maj 1987 u dha dënimi. Vdekje. Edud do të kalonte pjesën tjetër të jetës së tij në radhën e vdekjes. Por ndërsa vitet kalonin, ai vazhdoi të luftonte duke paraqitur apel pas apeli. Ai pretendonte se provat ishin manipuluar. Ai argumentoi se gjyqi i tij ishte i padrejtë. Ai këmbguli dhe dekada më vonë se ishte i pafajshëm, por gjykatat nuk lëkundeshin. E vërteta ishte qartë. Viki kishte vdekur nga duart e tij. Drejtësia dhe pse ngadalt ishte e pashmangshme. Vitet kaluan. Edud rrinte në radhën e vdekjes duke parë botën të ecste përpara pa të. Ndërsa ishte në burg, fitoi diploma, shkroi libra dhe madje u martua. Por nënën e Vikit, Debbie Carlson, kjo ishte një shpull në fytyrë. Ai mund të jetojë, të marrë frymë, të qesh, ndërsa vajza ime është zhdukur përgjithmonë. Por ajo nuk e la hidhërimin të konsumonte. Në vend të kësaj, ajo ktheu dhimbjen e saj në qëllim. Ajo u bë një avokate ashpër për të drejtat e viktimave. Ndihmoi në krijimin e ligjit për të drejtat e viktimave të Arizonës. Ajo shtyu për ligje më të ashpra kundër grabitçarëve. Dhe në vitin 2000, ndihmoi në vendosjen e sistemit Amber Alert në Arizonën jugore, duke u siguruar që asnjë nën tjetër të mos vuante të njëjtën peshë agonizuese që kishte përjetuar ajo. Ndërkohë koha e Edud po mbaronte. Më 6 prill 2021, prokurori i përgjithshëm i Arizonës njoftoi se zyra e tij por kërkonte një urdhër ekzekutimi. Edud kishte shtraruar çdo apel. Ati u dha një zgjedhje, injeksion i vdekjeprurës ose thithje gazi. Refuzoi të zgjidhte, kështu që, si para zgjedhje, ekzekutimi i tij u caktua me injeksion vdekjeprurës. Më 8 qershor 2022, gati 38 vjet pas zhdukjes së Vikit, Edud u çua në dhomën e ekzekutimit. Fjala e tij e fundit ishte: "Lutem që Zoti të ketë mëshirë për të gjithë ne dhe që Zoti të ketë mëshirë për mua." Ai kur nuk kërkoi falje. Në orën 10:16 të mëngjesit, Frank Edud u shpall i vdekur dhe kështu kapitulli u mbyll. Ekzekutimi Frank Edud solli mbyllje, por nuk fshiu dhimbje. Për gati 4 dekada, Debbie Carlson kishte luftuar për drejtësi dhe tani më në fund, njeriu përgjegjës për vdekjen e vajzës së saj ishte zhdukur. Por çfarë ndryshoi vërtet? Mëngjesin pas ekzekutimit të Edud, Debbie u zgjua në një shtëpi të heshtur. Ul te tavolina e kuzhinës duke shikuar një fotografi të vjetër të Vikit. Sytë e saj të kaltër, të ndritshëm, flokët e saj të artë, buzëqeshja e saj lozonjare. Asgjë nuk mund ta kthente atë. Një val lodhje e goditi.
Vite pikëllimi, luftimi, përjetimi asaj dite të tmerrshme përsëri dhe përsëri, më në fund kishte mbaruar. Apo jo? Pavarësisht vdekjes së Edut, një luftë e re po krijohej. Një ditë pas ekzekutimit, mediat u mbushën me debate rreth dënimit me vdekje. Disa e panë ekzekutimin e Edut si drejtësi, të tjerë e quajtën çnjërzore. Mbështetësit e tij pretenduan se ai kishte ndryshuar, se kishte qenë një njeri i besimit në vitet e tij të fundit, por për Debi nuk kishte shpjegim. Nuk më intereson çfarë bëri në burg, ai më mori fëmijën, e la në shkret të tir sikur të mos ishte asgjë. Megjithatë, edhe në vdekje, trashëgimia e shkatërimit të Edut vazhdoi. Një ekip ligjor kërkoi një rishikim pas vdekjes së dënimit të tij, duke pretenduar se policia kishte vendosur prova në makinën e tij. Për Debin, kjo duke si një maks që nuk do të mbaronte kurrë. Pse nuk mund ta lënë thjesht të shkojë? Refuzoi të angazhohej. Në vend të kësaj, ajo u kthye tek ajo që dinte të bënte më mirë, të ndihmonte të tjerët. Kontaktoi familje lokale që kishin humbur fëmijë duke u udhëhequr ata në betejat e tyre për drejtësi. Folin në ngjarjet e avokimit të viktimave, duke u bërë thirrje ligjvënësve të forconin ligjit për mbrojtjen e fëmijëve. Dhe ndërsa njerëzit debatuan mbi ekzekutimin e Edut, Debi qëndroi përqendruar te ajo që kishte rëndësi, të sigurojë që asnjë nën tjetër të mos vuante si ajo. Për herë të parë në dekada, ndjeu paqe, por bota ende nuk e kishte harruar historinë e Vikit. Në vitet pas ekzekutimit të Edut, ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Historia e Vikit u bë më shumë se thjesht një tragjedi. Ajo u bë një katalizator për ndryshim. Shkollat lokale në Arizona zbatuan politika më të rrepta për sigurinë e fëmijëve. Mësuesit filluan të edukonin fëmijët për rrezikun nga të huajt më seriozisht. Debi u ftua në Washington DC për të folur para Kongresit rreth ligjeve për parandalimin e rrëmbimit të fëmijëve. Ligjet filluan të ndryshonin. Më shumë fonda u nda për ndjekjen e shkelësve të përsëritur si Edut, duke u siguruar që asnjë grabitçar i dënuar të mos mund të rrëshqiste përsëri mes sharjeve. Sistemi Amber Alert, diçka që Debi kishte ndihmuar të krijohej, vazhdoi të evolonte, duke shpëtuar fëmijë të panumërt në të gjithë vendin. Dhe pastaj ndodhi diçka e papritur. Një grup banorësh të Tucson, përfshirë miqtë e fëmijërisë së Vikit, u mblodhën me një propozim për të emëruar një park sipas saj. Do të ishte një vend ku fëmijët mund të luanin të sigurt, ku fëmijët mund të mblidheshin, ku kujtimi i Vikit do të jetonte në një mënyrë që nuk lidhej me tragjedinë, por me gëzimin. Më 2 shkurt 2025, në ditëlindjen e Vikit, qyteti Tucson zbuloi parkun përkujtimor Vicky Lynn Hoskinson. Debi tani më e moshuar qëndroi para një turme me qindra vet. Ajo kishte kaluar kaq shumë vite duke vajtuar. Tani më në fund mund të festonte jetën e vajzës së saj. Ajo ishte e zgjuar, ishte e mirë, ajo ishte e dashur dhe sot ajo kujtohet. Ndërsa u largua nga podiumi, një vajzë e vogël vrapoi pranë saj duke qeshur ndërsa ndiqte një flutur. Por një çast të shkurtër, Debi pa Vikin duke hipur në biçikletën e saj roz, flokët e saj që shkëlqenin në diell. Lotët i mbushën syt, por këtë herë nuk ishin nga dhimbja, ishin nga mirënjohja, sepse, pavarësisht errësirës, drita e Vikit kurrë nuk ishte shuar dhe kurrë nuk do të shuhej. A mendoni se zhdukja e një 8-vjeçarie për 7 muaj është më shqetësuese se rastet e tjerë të personave të zhdukur? Si do të kishit reaguar nëse do të ishit alpinisti që bëri atë zbulim tronditës? Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni të bashkoheni me ne përsëri për më shumë histori të pabesueshme.